këtu në frekuencën 102.2 apo Radio Plus.fm për gjithë juve që jeni duke na dëgjuar në webfaqen tonë. Tash në studio nuk jam vetëm, jam me Arben Keka, të cilën kemi të ftuar special sot në emisionin e mëngjesit. Arben, mirë se ke ardhur. Faleminderit Viola, faleminderit për ftesën, jam i nderuar, është kënaqësi me qenë këtu. Faleminderit shumë. Arbeni për ndryshe është projekt menaxher i një projekti në Caritas Kosova. Kemi me fol për projektin e Drejta ime nivel tjetër, arsimi gjithëpërfshirës në Kosovë dhe Armeni. Është pra një projekt që zbatohet nga Caritas Kosova në partneritet me Caritas Austria dhe Caritas Armenia, me mbështetje nga Agjencia Austriake për Zhvillim. Arbenda, mundesh më na tregu se cilat janë veçoritë kryesore të këtij projekti? Atëherë faleminderit. Do të thotë ne jemi në fazën e dytë të projektit My Right ose Drejta ime. Faza e parë ka qenë vetëm e drejta ime, arsimi gjithëpërfshirës në Kosovë dhe Armeni, ndërsa faza e dytë është arsimi gjithëpërfshirës në një nivel tjetër në Kosovë dhe në Armeni, për shkak se kem bërë një punë kogja të madhe prej kur kem filluar deri ku jemi tash. Faktikisht ne jemi prezent në komunën e Prizrenit pothuajse 8 vite me këtë projekt. Është një projekt tejet i gjatë dhe është një projekt i cili ndohet në 2 komponente. Komponenta e parë është në edukimin e hershëm, që ka të bëjë me një qendër cilën e menaxhon Caritasi i Kosovës dhe ofron shërbime multidisciplinare për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore ose për fëmijët me aftësi të kufizuara. Shërbimet të cilat ofrohen në këtë qendër janë shërbimet psikologjike, shërbime logopedike, kemi fizioterapi dhe edukim jo formal. Ndërsa pjesa e dytë është komponenta e edukimit gjithëpërfshirës, në të cilën ne jemi prezent aktualisht në 8 shkolla, në 10 shkolla faktikisht. Pjesën e parë kemi qenë në 5 shkolla, aktualisht jemi në 10 shkolla dhe kemi 8 psikologë të angazhuara si mësimdhënës, si mbështetëse të mësimdhënësve ose asistente të mësimdhënies. Është një profil i ri, cilën ne kemi prezantuar për herë të parë në Kosovë. Dhe këto bojnë një punë të jashtëzakonshme, të cilat ndihmojnë fëmijëve me aftësi të kufizuara, ndihmojnë mësimdhënësave në planifikim, në hartim të materialeve didaktike, ndihmojnë në bashkë mësimdhënie dhe në punën e përditshme të cilat ato bojnë me fëmijë. Në kuadër të këtij projekti ne kemi pasur gjithashtu deri tash kemi ofruar trajnime për mësimdhënësit, në mënyrë që mësimdhënësit me qenë sa më të përgatitur për punën që bojnë me theks të veçantë për fëmijët me aftësi të kufizuara. Dhe kem kriju në secilën prej këtyre shkollave, nga ne quajmë ashtu si dhomë burimore, është një hapësirë e veçantë ku ofrohet mundësi fëmijëve, sidomos fëmijëve me aftësi të kufizuara me pas punë individuale ose punë çifte ose punë grupe të vogla, ku ne përshtatëm materialet dhe punën në mënyrë të veçantë për secilin fëmijë, hartojmë planet individuale të arsimit dhe bazuar në këto plane individuale të arsimit ne synojmë me arrit objektiva të cilat i kem paraprakisht. Tjetër çka është me rëndësi në fazën e dytë, pse është quajtur në nivel tjetër, është për shkak se ne kem kriju për herë të parë një dhomë gjithëpërfshirëse, është e bazuar në një model austriak. Ne kem gjatë vizitave që kem pas në Austri, kem pas se si funksionon atë sistemi dhe kem dashur me pilotu një dhomë gjithëpërfshirëse, e cila krahas punës së rregull që bëhet me fëmijët me zhvillim tipik, ofron një hapësirë brenda klasës, është një kand i cili është i pajisur me gjitha materialet didaktike dhe pajisje tjera të nevojshme, se si me majtë fëmijët me aftësi të kufizuara brenda klasës, pa e ndopi klasës, pa e dërguar në për dhoma specifike ose dhoma të veçanta ku ai mëson në mënyrë të veçantë. Po këtu ne kemi një psikologe e cila është angazhuar full time, do të thotë komplet kohën, e cila ndihmon mësimdhënës së rregullt dhe fëmia aty në lëviz. Ai është brenda klasës, merr shërbimet e nevojshme, bazuar në nevojat që ka dhe ka një kand ku mundet me bashkëpunu, ta themi për shembull nëse në fëmijë tjerë në matematik kanë detyra më komplekse, aty na ofrohet mundësia në atë kandën me detyra më të thjeshta bazuar në nevojat që ka. Kjo është pak a shumë ajo që kemi bërë. Një nga qëllimet kryesore të këtij projekti është promovimi i arsimit gjithëpërfshirës të barabartë dhe cilësor për fëmijët me aftësi të kufizuara. Sa mendoni që është arrit kjo?
Jo veç Prizren, po a mendon që ka edhe nevojë edhe në për komunat të tjera në Kosovë? Sa është e nevojshme? Unë mendoj se një projekt i tillë është jashtëzakonshëm. Rezultatet të cilat i kemi arrit na janë të jashtëzakonshme. Jo rastisht Prizreni sot konsiderohet si qyteti me performancën e dytë në Kosovë më të mirë. Kjo është falë dhe angazhimit tonë, të paktën kemi një falënderim të veçantë prej Drejtorisë Komunale të Arsimit dhe prej komunës që Prizreni këtë vetë është shpallë si komuna e dytë në nivel vendi se përket performancës arsimit. Edhe edukimi i përfshirës është një prej komponentave thelbësore në arsimin e përgjithshëm. Prandaj këto rezultate kanë bërë me një punë të jashtëzakonshme, me një angazhim të gjithë stafit, me një përkushtim në përfshirjen sa më të madhe të fëmijëve me aftësi të kufizuar në institucione të rregullta, por jo vetëm. Ne kemi dashur me përshtat nevojat e tyre, kemi dashur me përshtat sistemin, stilin e të mësuarit, kemi dashur me përshtat ambientin në përputhje me nevojat e secilit nxënës. Unë mendoj se vetëm këtë mënyrë dhe angazhimi sa më i madh i profesionistëve, psikologëve, logopedëve, tash është një mungesë shumë e theksuar logopedëve që Drejtoria Komunale dhe komuna tjera kanë kërkesë në me ngrit zonën dhe me angazhu sa më shumë edhe logoped. Po kjo ka qenë një shtyllë kryesore ku ne çka ka qenë e veçanta në shapi projekte të tjera është se ne kemi ofruar një mbështetje prej zero deri në fund të klasë 9, do të prej edukimit të hershëm. Rrugtimi, ne kemi siguruar një rrugtim, një mbështetje për rrugtimin e fëmijës. Kur ka shkuar në edukimin e hershëm, që kemi ofruar shërbimin prej 0 deri 6, fëmia është përcjell me stafin tonë deri në klasën e 9. Do të mbështetja për fëmijët që ne i kemi pas në kuadër të projektit ka qenë prej 0 deri në 9 vjet, do të ka qenë pa ndërprerje. Edhe kur ne ofrojmë një sistem të tillë për krahas që ofron një mbështetje pa ndërprerje, atëherë patjetër se rezultati ka më qenë shumë i prekshëm edhe i dukshëm. Natyrisht angazhimi i prindërve në këtë proces ka qenë një tek. Ne i kemi kriju të ashtu quajtura grupeve të përkrahase me të prindërve që kanë fëmijë me aftësi të kufizuar, edhe aty ne u kemi dhënë mundësinë që me ndo eksperiencat e veta, me mësu njëri për tjetërit në mënyrë që secili me pa jo vetëm një rrugdalje, një praktik të mirë si me punu me fëmijët e vet, po gjithashtu ata kanë mundësi edhe me mbështet njëri tjetër në aspektet emocionale dhe psikologjike. Diçka tjetër e veçantë që kisha mujtë me theksu në kuadër të projektit është edhe shërbimet mobile që i ofrojmë na. Ne kemi edhe fëmijë me cilët për shkak të kushteve shëndetësore nuk mundin të qenë as pjesë e edukimit të hershëm, pas në shkolla. Ne kemi një ekip mobil i cili shkon në shtëpitë e tyre, ofron mbështetje për këta fëmijë dhe gjithashtu ofron trajnim për prindërit e tyre ose anëtarët e familjes, kujdestarët se duhet me punu me fëmijë gjatë kohës kur ne nuk jemi prezent aty. Është një projekt shumë i gjanë që mbështet shumë aspekte. Prindërit i përmendë që e kanë mbështet shumë këta dhe kanë qenë shumë bashkëpunues. Keni pas mbështetje edhe për organizatave jo qeveritare. Mirë po sa ka mbështetje nga institucionet e vendit, a ka? Po, faleminderit për pyetjen. Besoj që ajo që neve na bën krenar këtë aspekt është edhe mbështetja që ka ndonë komuna e Prizrenit. Si rezultati i këtë punës tonë, ne kemi arrit një marrëveshje me komunën e Prizrenit që pas përfundimit të projektit, gjithë stafi faktikisht në komponentën e dytë të edukimit të përfshirës do të mbesin si pjesë e sistemit të DK, sistemit të komunës. Do të mbesin staf i komunës, nuk kanë më qenë më si pjesë e projektit. Dhe për neve kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme për shkak se siguron një qëndrueshmëri të shërbimeve. Edhe pse ne ndoshta si me projekt nuk do të jemi prezent aty, fëmijët kanë vazhduar me marrë mbështetje pa ndërprerje. Po. Dhe kjo është falë do të thotë komunës që ka sepse komuna është bashkë financuese e këtij projekti. Edhe ata janë pjesë e financimit të pagave të psikologëve tona dhe kështu që ata kanë qenë prezent, jo vetëm prezent, po ata na kanë mbështet
në çdo hap, në 8 vitet e fundit. Jo vetëm këto vitet e fundit, po flas në 8 vitet e fundit, ata kanë qenë me ne. Vazhdimisht edhe mbështetja tyne është rrit në faza të ndryshme. Arben, po pëlqen shumë fakti që jetu vol shumë gjana të mira dhe jetu vol veç për punën që e bane edhe asnjëherë nuk po fol se sa e vështirë është me arrit këtë rezultat që kanë arrit jo. A mundesh pak më na tregu për sfidat që qoftë aktualisht, qoftë edhe i keni pas në këtë proces? Sfidat janë të shumta. Na kem fillu kur kem fillu ka pas shumë paragjykime edhe prej prindërve, ka pas paragjykime edhe prej mësimdhënësve. Ka qenë fillimisht e vështirë mi bind prindërit sepse ka pas një drojë se nëse fëmijën e vete e vendosin me një klasë ku ka dhe fëmijë tjerë me aftësi të kufizuar, çka mundet me ndodhë. Ne këta kem dëshmu me punë, me mbështetje, që edhe fëmija tina, jo që ka me qenë i sigurt, për ka me marrë mbështetje edhe më të madhe. Për shkak se ka me pas resurse tjera që mbështesin klasën, ka me qenë dikush një mësimdhënës mbështetës ose një asistent i mësimdhënës brenda klasës. Pas një periudhe të caktuar kem pas edhe asistent brenda klasës, cilët vetëm se lehtësojnë procesin, po dhe jënë aty prezent për me ndihmu se këtë fëmijëve, nuk është fokusi vetëm tek fëmijët me aftësi të kufizuar. Po ne kem pas idenë që me shtëri mbështetjen, secili fëmijë që ka nevojë brenda klasës, ne me mujt me ndihmu. Po. Këtë mënyrë ne kemi menduar se edhe i reduktojmë dallimet brenda klasës, po dhe krijojmë një klasë ku nuk vërehen dallime brenda fëmijëve, secili ndihet i barabartë. Arben, shërbimet mobilet në shtëpi për fëmijët me aftësi të kufizuar, mendojnë që janë më të kërkuar, apo? Po, patjetër. Çfarë ndikimi kanë pas këto shërbime? Ne kem shumë raste, shumë familje që kanë fëmijë me aftësi të kufizuar, fëmijët e tyre kanë aftësi kanë praktikisht janë me dëmtime të shumë veshta. Dhe ata në pamundësi për me i dërgu në shkollë, ata kanë kërku ndihmën tonë dhe vazhdojnë me kërku ndihmën tonë për me pas një shërbim të tillë brenda shtëpisë. Me ofru një shërbim në shtëpi do të thotë dhe kjo qasje jonë aty ne ka mundësu që ata me qenë prezent me fëmijën, me qenë më shumë të angazhuar me fëmijët e tyre edhe me pa rezultatet. Do të thotë ne kemi mundësu me një shërbim i cili jo vetëm që i ndihmon edhe prindërve, po dhe i tregon atyne se si do të me orientu në të ardhmen se çfarë shërbime janë të rëndësishme, ku do të me referu ndoshta edhe fëmija për shërbime më të specializume dhe kështu ata kanë marrë një shërbim që është profesional, po edhe një shërbim i cili kanë ndihmu në rritje të fëmijëve tyre. A ka Arben prind që ju shkruajnë personalisht juve për kërkesë edhe në komuna të tjera jo? Po, ka shumë komuna të cilat janë të interesuar për këtë projekt. Faktikisht tash në gjitha komunat është një kërkesë e tillë. Po ne si Caritas Kosovës natyrisht si çdo organizatë tjetër ne mbarëm pak a shumë në fonde në donatorë të tjerë. Natyrisht ne synimi jonë që këto shërbime dojna me institucionalizu në brenda qyteteve, po me qenë se komunat nuk kanë kapacitetet mjaftueshme për me mbështet këto shërbime, ne varëm me fondeve të ndryshme. Prandaj edhe ne jemi të kufizuar me ofru shërbime të tjera edhe në komunat të tjera. Ne jemi të bëjë çmas që këto shërbime me vazhdu, edhe me pas sa më shumë projekte të tilla që ndihmojnë fëmijët edhe prindërit edhe komunitetin përgjithësi. Përveç dëshirës që e keni për me vazhdu me komunat e tjera si Caritas Kosova, cilat janë planet e ardhshme të Caritas për me vazhdu? Aktualisht ne kemi një projekt tjetër që është projekti aktiv, që do të thotë është një projekt i cili ka të bëjë me komunikimin e aksesueshëm, në komunikimin i cili mundson me pas do të thotë me përfitu se cili pa marrë parasysh dallimeve që mundet me qenë ose dëmtime ose aftësi intelektuale ose mundet me qenë personat më shumë ose me qenë personat të minoriteteve. Ne këtu jemi të ofru materiale cilat janë të qasshme për secilin. Kem kriju disa broshura, i kem plasu në faqen tonë të internetit,
cilat mund t'i gjeni aty. Pastaj ne ofrojmë trajnime për institucionet dhe për organizata persona me aftësi të kufizuar se si duhet të hartohen, si duhet të krijohen këto materiale, përkatësisht në iziturit ose në gjuhë të lehtë, e cila është e kuptueshme për secilin, dhe ne në proces të akreditimit të një programi, i cili do të shërbej në qendrës kompetencë, e cila do të jetë në gjendje për me ofru shërbime për gjithë palët tjerat me interes. Por shpresoj që gjithçka kemi shku çush doni dhe keni me vazhdu me projekte të suksesshme në vazhdimsi. Shumë faleminderit Alban që ke qenë pjesë e kësaj interviste. Faleminderit shumë Viola, faleminderit shumë për gjithë që na kanë dëgjuar në këtë pjesë të mëngjesit. Pra, mesht Radio Plusit, ky ishte projekti E drejta ime niveli tjetër, që ka dhënë kontributet që ndryshme në përfshirjen dhe fuqizimin e fëmijëve me aftësi të kufizuar në komunën e Prizrenit, duke lidh shkollat, familjet dhe institucionet. Iniciativa ka ndërtuar themelet për një sistem arsimor ku përfshirja nuk është përjashtim, po është normë. Ne po vazhdojmë me një blok të shkurt marketingut dhe rikthehemi përsëri këtu në studio.